Të nderuar besimtarë, fetaria më e dobët, fetaria më e zbehtë, më e lodhët është fetaria e cila manifestohet vetëm brenda 4 mureve të xhamisë. Dhe pasi që del njeriu nga dera e xhamisë, zhvishet nga ajo sikurse i zhvesh rrobat e tij. Kjo fetari nuk vlen tek Allahu Azza wa Jall, për shkak se fetaria e vërtet është fetaria e cila aplikohet në daljen e xhamisë. Për këtë arsye, të nderuar besimtar, duhet me kuptuar se Allahu Azza wa Jall nuk na shikon neve vetëm kur jemi në xhami, por na shikon edhe në ato vende kur bëjmë shitblerje, në vendet në treg e kështu me radhë. Por Allahu Azza wa Jall gjithashtu na shikon edhe kur ne negociojmë çmimin, edhe ne kur i masim produktet tona, kur i peshojmë gjërat, edhe aty është Allahu me mbikëqyrjen e tij dhe jemi në vëzhgimin e plotë të tij. Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Ai është me ju kudo që të jeni. Wallahu bima ta'malun basir. Dhe Allahu shikon gjithçka që ju veproni dhe punoni. Të nderuar besimtar, me çka është Allahu me ne? Është Allahu me ne me diturinë dhe me mbikëqyrjen e tij. Për këtë arsye besimtari duhet të jetë i shoqëruar në vazhdimsi me sinqeritetin. Dhe kjo pjesë duhet të jetë e pandashme me të, për arsye se vetëm kështu shpëton ditën kur do ta takojë Allahun e lartësuar.